të së vërtetës pikërisht pas atij operacioni dhe pikërisht pas zbërtimit të atij grupi ka nisur edhe gjithë saga e vrasjeve të viteve të fundit në qytetin e Elbasanit. Dhe bëhet fjalë pikërisht për humbjen e një ngarkese të një sasie prej 50 kilogramësh, në mos gaboj, lëndë narkotike, që më pas 50 kilogram lëndë narkotike, që kanë humbur që nga ai aksion. Që nga ai aksion apo para atij aksioni, kjo pastaj mbetet në dorë të hetimeve. Edhe kur thua që prej asaj ngjarje ka patur prapë individët që kanë qenë përfshirë, janë ekzekutuar, janë përfshirë në pikërisht, pra që nga Endrit Alibej dhe persona të tjerë. Dhe mund të jetë, dhe kjo është një nga arsyet se përse policia ka patjetër edhe këtë si pistë kryesore. Por emri Mond Mahallas është një emër edhe i hetuar nga prokuroria e Elbasanit, çështja e dërguar edhe në gjykat pasi dyshoi që të ardhurat e tij kishte të vendosura nga krimi organizuar bërë jashtë vendit në Itali dhe në Gjermani. Ndërkohë së fundmi, përveç përfshirjes në fushën e ndërtimit, ky person ka dyshime dhe ka të dhëna policia dhe një nga pistat ku po heton është edhe përfshirja e këtij të fundit në dhënien e parave me fajde përveç të gjitha bizneseve të tjera që kishte.